Jo, YouTube, jemi rikthyer përsëri pas 4 muajsh, pothuajse mungesë në YouTube dhe gjithë të kohë ka ndodhur shumë gjëra, ekstremisht shumë gjëra kanë lëvizur në jetën time, duke filluar që nga graduimi, takimi me një nga biznesmenët më të suksesshëm në Shqipëri, gjithashtu disa pushime tek Tuk, kemi pas një në Spanjë, një në Itali, edhe lëvizje tjera. Gjithashtu kemi pas dhe lëvizjen më të fundit që është Sergi X-Store, rikthim më i fortë tani edhe në YouTube dhe podcastin më të fundit, më në fundi arritëm ta kemi dhe një podcast veçanërisht pra intervizë nga Sergi X-Store. Sot do të flas më shumë për podcastin dhe çka ka ndodhur këto 4 muaj që nuk kemi folur në YouTube, sepse YouTube është një platformë e cili është long format dhe këtu flitet më gjerë ose më njifti mua më mirë dhe se çfarë personi jam. Kurse në rrjetet e tjera sociale kam qenë aktiv, kështu që nuk është se u kam munguar në TikTok, në Instagram edhe në YouTube short ose reelsat e YouTube-it. Aty kam qenë gjithmonë aktiv. Si u bëra pjesë e këtij podcasti, do thoni ju, dhe si ishte eksperjenca, u kënaqa, a të shkoj gjithçka mirë, a pati probleme, do të tregoj shumë shkurt. Atëherë, ka kaluar diku te një javë, asnjë javë, nuk ka 5 ditë, diçka e tillë. Shkova tek podcasti, tek Media Gjagje, cilën e falenderoj që bëri pjesë podcastit tim të parë. Do të thoj, atë ditë kisha goxha emocione, pavarësisht se edhe nuk mund duket shumë gjatë filmimit ose gjatë intervistës që keni parë. Vetëm një herë ngeca dhe arsyeja pse e ngeca, ajo pjesa e shpreh është pasi disa njerëz po vinin nga dera dhe ambienti aty ishte i rrethuar, pra ambienti ishte në errësirë dhe dritat ishin vetëm tek mikrofoni që ishim ne. Në një moment u hap dera dhe hyn disa në burrën duket regjizori dhe një nga teknikët edhe u hap ajo drita dhe miku komplet ajo ideja ose zhvillimi i idesë. Edhe thash ta bëjmë, po pjesa tjetër gjithçka shkoi mirë, pyetjet ishin në rregull, mikpritja ishte shumë e mirë, gjithashtu i ofruam stafit dhe disa nga kapelet më të forta të Sergi X-Store, që mund ta shikoni këtu. Atyre u pëlqeu shumë, kapelet mund t'i gjeni tek Sergi X-Store në Instagram ose në TikTok, bëni porosi, janë me I love Çamëria, të cilat mund t'i përdorni jo vetëm për pushime, por dhe në protest, ku ka më bukur se të shkosh në protest me kapelet I love Çamëria, duke ditur dhe origjinën time, ju besoj se kuptoni pse lindi kjo ideja e pasurit dhe kapele me I love Çamëria. Nëse vazhdojmë me tregimin e historisë dhe pse shkova dhe pse mendova unë që duhet ishte patjetër shkuarja ime në podcast e rëndësishme dhe pse kisha dëshirë shkuarja në podcast. Atëherë, shumë e thjeshtë. Unë gjithmonë kam pa njerëz tjerë ose influencer jashtë shtetit, jo jashtë shtetit në Amerikë, jo këtu në Shqipëri, pasi këtu në Shqipëri nuk është se shumë e zhvilluar pjesa e njerëzve që janë biznesmenë ose duhet bëjnë biznesmenë dhe janë influencer. Këtu shumica e influencerëve thjesht i shihon ajo fama edhe ajo gjëja që e prestigjit, mua më njohin njerëzit edhe mjafton me këtë. Unë asnjëherë nuk e kam pas vizionin që ta përdorim të rrjetet sociale për qenë unë i famshëm edhe për t'u kënaqur unë, edhe për t'i thënë njerëzve u shiko kush jam unë edhe më shiko mua. Jo, nuk ka qenë kjo, gjithmonë ka qenë ideja e zhvillimit të një diçka që mund ta sjellë të ardhura ose të një platforme të cilat njerëzit mund ta njohin dhe në të ardhmen ne mund ta kthejmë këtë në monetizim, se jo ku ka shumë moshatar të mit që e bëjnë, se mos ta bëj dhe unë. Dhe shikoja pjesën më të madhe të njerëzve ishin nga self-development, pra zhvillimi personal, të cilët flisin shumë bukur podcast, i shikoja në reelsa, plus që i shikoja në long format, në formatin e gjatë që është i gjithë podcastit, se pjesa më e madhe e moshës time nuk ka durim, se është doom scrolling gjithë ditën dhe është një nga problemet më të mëdha që kemi ne, po nese. Dhe i shikoja gjithë ta që flisnin edhe motivonin, shikoja klip, sa thash, një ditë e kam më bëlla, vetëm prit. Do thuash ti nuk e bërë akoma. Prit plava. Vetëm prit.
çdo lloj iniciative që ka marrë në jetë, çdo lloj iniciative, çdo njeri që ka pasur rreth rrotull ka thënë kjo nuk bëhet. Po ç'a, domethënë se dikush mendon që nuk mund ta bëj, domethënë që nuk është e bëshme, absolutisht e gabuar. Gjërat janë të bëshme nga çdo lloj njeriu, nëse ke besimin dhe këmbgule. Nëse është besimi aty, çdo gjë bëhet. Arnold Schwarzenegger e kam dëgjuar me një intervistë i cili thot, kush është, e pyet ai intervistuesi, kush është këshilla më e keqe që ke marrë nga njerëzit, ajo advice, dhe ai ka thënë it can't be done, nuk mund të bëhet. E kupton, kështu që një nga njerëzit më të suksesshëm e ka thënë këtë gjë, të cilët unë kam dhe model për ta ndjek. Pse ka model? Sepse nuk e ka dalë vetëm në një fushë tjetër, se ka dalë, është 7 herë Mr. Olympia, është Hollywood movie star, është yll Hollywoodi në aktrim, ku ka shkuar nga Austria, ka shkuar në Amerikë, pa ditur asnjë fjalë, dhe është bërë aktor, edhe pse kishte gjithë ato quaj prapambetur, ose nuk kishte aftësitë e duhura të anglishtes, kishte thick accent, pra një aksen dhe kishte një dialekt të keq për aktrimin, se aktrimi komunikimin e ka bazën e saj, dhe më pas u bë dhe mayor i një shteti, nuk e mbaj mend fiks. Pra, një person emigrant nga Austria që shkon në Amerikë dhe arrin bëhet në çdo fushë më i miri. Për mua është shumë inspiruese, paktën Arnoldi. Nëse vazhdojmë tek podcasti se e zgjatëm shumë. Gjithashtu kjo video po shkon dhe është bërë pa kat fare, më pëlqen se si kam zhvilluar aftësitë e komunikimit. Kam diku të 7 minuta e ca, pa u ndërprer fare dhe nuk e di, jam shumë krenar për veten, nëse do ndodhe para 2 vitesh, kjo ishte e pamundur që të ndodhte. Unë kam qenë një nga personat më të këqinj dhe një nga komunikuesit më të këqinj që mund të kesh njohur në jetën tënde. Pse do thuash ti? Nëse klasa për shembull kishte 50 veta, unë isha te 5 më të këqinj gjithmonë. Nuk e di pse. Çfarë do thotë kjo? Çfarë do lloj gjëje që ke dëshirë se do ta arrish, mundet ta përmirësosh. Mos i dëgjoj njerëzit që thonë nuk ti ke mangësi ose nuk mund ta bësh këtë. Mos i dëgjoj këta njerëz. Pse duhet me i dëgjoj këta njerëz? Këta njerëz vetëm tulin te ajo zona e komfortit. Mund bësh çfarë do lloj gjëje. Unë e besoj këtë dhe kam për të vdekur me këtë opinion dhe me këtë bindje time që nëse i përkushtohet diçka, ti mund ta bësh çfarë do lloj gjëje qoftë ajo. Nëse vazhdojmë me eksperiencën time të podcastit. Podcasti shkoi ekstrem mirë, do thoja. Vetëm se domethënë atë ditë që para se gjeroj, kisha shumë emocione, edhe unë si person jam shumë emotiv, kam ekstrem emocione, por asnjëherë nuk i shfaq. Edhe kjo është ajo, pavarësisht se çfarë tipi jemi, ne gjithmonë duhet tregojmë anën tonë më të mirë. Aty stafi mirëpriti, goxha mirë. Tani po mendoj postoj ca reelsa që dhe njerëzit ta marrin. Kam marrë vetëm energji të mirë, kritika shumë të vogla që as nuk do t'i quaja fare kritika, po kam pasur shumë komente të mira dhe nuk e prisja, por që te podcasti tjetër që do bëj, stay tuned, do jem pak më kontroverse, se këtu u tregova pak si çuni mirë dhe çdo gjë ishte in-line, çdo gjë ishte të rjethte dhe mos krijoja shumë propagandë, fjale gabume. Ja, pas 9 minutash e gjysëm e ka për një gabim. Ajo që do e thoj ishte problematika, jo propaganda. Nëse, prap nuk do ta pres këtë, e kam vendosur që vetëm do flas vetëm. Nëse. Edhe vazhdojmë me podcastin. Podcasti më pëlqeu shumë vetja, nuk e di, kisha vetë dhe kostume dhe pavarësisht se nuk duk të kishin muskujt, duke energjia dhe vibe dhe komunikimi. Ju nëse nuk e keni parë mund ta shihni, keni ke Media 6, shkruani aty
është e shkruar kështu historia e personal trainit edhe dhe direkt ajo. Plus që e dalloni vetë jam unë me të njëjtën kapele, thjesht jam me kostum. Kuptoni? Që duhet t'rregoj tjetër. Ku do bëhet podcasti radhës? Surprise, duhet t'jeni stay tuned. Dhe para 2 vitesh këto nuk mund ndodhin asnjë nga këto që mund flisa dhe komunikoja kështu, por vetbesimi në atë çfarë unë mendoj që mund bëj dhe atë çfarë shikoj në të ardhmen është ajo që më ndihmon mua të rritem për ditë. Më kupton çfarë do të them? Kupton apo jo? Okej, edhe nëse më kupton, nuk më kupton, gjithsesi unë do vazhdoj videon. Nëse vazhdojmë tani do ta mbyllim sepse do bëjmë video tjetër ku duhet t'rregoj për eksperiencën time në mjeshtro biznesin nga Vasil Naçi, që ishte një trajnim shumë i fortë, 3 ditë nga 12 orë kam dhënë aty, po që të tregoj videon tjetër, kështu që stay tuned dhe bëni subscribe, mos harroni ta bëni subscribe, shtypeni, shkatroni butonin e subscribe. Subscribe, pu.